mesazh. Me pas shumë kujdes kur mendojnë njerëzit me kriju familje. Me pas shumë kujdes kur vjen fëmia në jetë, sepse një jetë, një shpirt edhe një rrugë për një fëmijë, si që quajmë ne populli fëmijë jetim, është shumë e vështirë. Faleminderit shumë që ndave me ne këtë histori. Nëse ke edhe diçka për të thënë nga fotografia me gjyshin dhe me babin, për ta mbyllë këtë bisedë. Gjyshin pak e më në mend, me ato bombonat kuqet bardh që mi sjellde. Pak e më në mend, part ngrohtësinë e tij e di, e kam dje, ka vdek kur unë kam qenë 11 vjeçe. Babin sapo fillova me u mësu me idenë. Ashtu që me atë luftën me vetën që kom pas, babi vdiq, kështu që... Ke vlla ose motër nga babai? Jo, unë jam fëmija i vetëm. I vetëm. Jam fëmija i parë dhe i vetëm që pas meje ma është kanë veç ndarja.